Marrin fund të udhëtimet e gjata të personave me probleme në veshka për të kryer hemodializën. Duke filluar nga kjo e enjte, pacientët e Juglindjes do ta marrin këtë shërbim në qytetin e Korçës. I shoqëruar nga ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, kryeministri Rama tha se fal partneritetit publik-privat, ky shërbim ofrohet falas. Shteti paguante përpara për të gjithë ata që shkonin në Tiranë 90 euro për seancë. Apo jo? Dhe në Tiranë 3 herë në javë me tortura. Ne me partneritetin publik-privat paguajmë 80 euro për seancë dhe njerëzit e marrin shërbimin këtu dhe shiko çfarë kushte marrin. Dhe këta thonë privatët. Ja, kjo është. Kryeministri u takua me pacientë që ndërkohë ishin duke kryer dializën. Kush nuk merr shërbim dhe shikon nga jashtë flet keq. Kush vjen merr shërbim thotë po që nga më mirë, po që nga rregulluar, po që nga goxha ndryshuar, po prapë që këtu është komplet, këtu është jashtë shtetit tani. Në të gjithë vendin janë 1050 persona të cilët kanë nevojë të bëjnë dializën.